Mirëserdhë të dashur shqiptar në Letra Trofejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Hapja e letrave apo forma e letrave quhet busulla, që kemi jugun, perëndimin, lindjen dhe veriun. Të dashur shqiptar, shikoj me sy të parë, kështu që sigur keni patur nuk e keni patur në fakt të qartë drejtimin ose nuk keni ditur kujt i besoni plotësisht. Por ky lexim nuk del negativ, përkundrazi tregon një periudhë ku ju shigjetar gradualisht po delni nga konfuzioni dhe po mësoni të balanconi jetën pa humbur emocionalisht. Këtu duke qartë problemi nuk është mungesa e mundësive, por mbi ngarkesa mendore dhe emocionale. Filloj me jugun, nga po vjen shigjetari që kemi faqe të kupës. Shigjetari vjen nga një periudhë shumë emocionale ku ka qenë më i ndjeshëm, pastaj emocionet të përzira, ku ka qenë më shumë se zakonisht, mendime romantike ose dëshirë për afrim emocional. Të dashur shigjetar, për disa shqiptar kjo mund të lidhet me njohje, mesazhe, rikthim emocionesh ose situata ku zemra ka qenë shumë aktive. Por faqja e kupës shpesh tregon edhe naivitet emocional ose pritshmëri që nuk ka qenë plotësisht realiste. Ke menduar shumë emocionalisht kohën e fundit, je ndikuar nga humorët dhe ndjenjat. Ke pasur shpresë për diçka ose dikë, por jo çdo gjë ka qenë aq e qartë sa dukej. Perëndimi 4 të shpatës, çfarë po lë pas, të dashur shqiptar? Shqiptari po lë pas një periudhë lodhje mendore dhe izolimi emocional. Kjo është një letër pushimi, tërheqje dhe nevojë për qetësi. Ndoshta e distancuar pak nga njerëzit dhe po ndihesh pak më mirë. Ke menduar shumë në heshtje ose e lodhur nga zhurma, drama, depresioni. Kjo letër shpesh vjen kur njeriu ka nevojë të shërohet mendërisht. Del nga një fazë stagnimi ose lodhje mendore nga problemet ose emocionet, nevojë për më shumë qetësi dhe gjumë emocional, largim gradual nga kaosi. Dhe çfarë ke përpara, lindja, që është dytë të monedhës. Përpara duket një periudhë ku shigjetari po mundoi të balancojë shumë gjëra njëkohësisht, financa dhe jeta personale, puna dhe emocionet, dy zgjedhje ose shumë përgjegjësi në të njëjtën kohë. Kjo letër nuk është negative, por kërkon organizim. Problemi këtu është se shigjetari mund të lodhet duke tentuar të mbajë të gjitha nën kontroll. Pra tregon që keni menaxhuar shumë gjëra njëkohësisht, lëvizje dhe ndryshime në rutinë, kujdes me stresin financiar ose emocional. Duhet më shumë ekuilibër dhe planifikim. Do pak në fakt për të arritur aty ku dëshironi. Hapi tjetër që duhet bërë shigjetari është hëna. Ky letër është paralajmërim shumë i fortë. Shigjetari duhet të mos marrë vendime vetëm mbi frikën, emocionet ose dyshimet. Kur jeni kështu të lodhur, të paqartë, dhe mund të gabojmë në vendimet tona. Hëna tregon paqartësi, intuit të fortë, por edhe konfuzion ose iluzione. Jo çdo mendim që të frikson është e vërtetë. Mos nxirr përfundime të shpejta, kujdes me njerëzit që fshehin gjëra, dëgjoj intuitën por kontrollo dhe faktet. Mos lejo ankthin të drejtoj, ose prit pak vendime të mëdha. Po marr shumë shembuj që të mund të kap disa nga ju, sepse janë të ndryshme. Pra, ky lexim tregon që një shigjetar që po del gradualisht nga lodhja emocionale dhe konfuzioni është duke dalë nga dalë. Por ende duhet të gjej më shumë qartësi dhe balancë. Ka shumë mendime dhe emocione të përzira, prandaj vendimet e nxituara tani mund të sjellin dhe gabime. Prandaj dal nga dal. Mesazhi kryesor që mund t'ju jap këtu të dashur shigjetar është kur mendja është e lodhur dhe emocionet të paqarta, mos vrapo, qartësohu fillimisht.